Unë flinja në qytet studenti, ku flini studentë dhe si pedagog. Ishim 3 pedagog në një dhomë vogël, Me kë ishit në dhomë? Me 2 pedagog të tjerë. I mund? Po si, Pal Nikoli, profesor Pal Nikoli, I cili është një shkencëtar I vërtet dhe vazhdon të jetë profesor në Tiranë dhe a jetë shëmbitrar. Dhe pra ne ishim me studente dhe kur fillun protesta, demonstratat, lëvizjet, I kemi përjetu së bashku me studentët. Pra, ju bashkova lëvizje studentore, por unë nuk doja që të isha I angazhuar aktiv në politikë. Biles dhe babaj, dhe kur u zgjodha deputet dhe kryetar gjykate, babaj që ishte pa shkollë, 80 e sa vjeç në atë periudhë, u mërzit, azef, unë të një aty, mos u merr me politikë, nuk, je shumë I sinqert, I hapur, I ndershëm. Ta tha babaj? Politika të ha kokën. Pas ka qenë si në vesh të Zotit a e fjale babajt? E kujtoj dhe... Politika të ha kokën, tha? Po, e tha si një I vjetër I pa shkollë, po kishte shkollë në jetës. Shumë e bukur. Dhe, pra, edhe deputet nuk është se kam dashur. Me kanë ardhë në 92-shin me kanë ardhë nga Mirdita, grup intelektualësh, dhe I kishin thënë PD-s që të fitohet në Mirdit duhet bini Zebrozin. Me erdhen edhe te katedra, me kanë ardhë disa herë. Dhe unë thoja, jo, nuk dua, në fund, biles më duket ishin 2 ditë para që duhej që lista dhe aty në katedrë biles isha dhe me ca pedagog tjerë ku merrën nga Mirdita. Kujtoj profesor Abdibaletën, ishte aty prezent. Ta ozef tha, po këto po të kërkojnë, tha. Ti pranoje, shko deputet, dhe po s'pëlqeu jep dorëheqje. Pra, shkurt me thënë, në fund pranova, I jam shumë I njohës Mirditës, sepse Mirdita më ka zgjedhur deputet, dhe atëherë ishte jo me listat mbyllura. Po, ishte ballë atë magjoritar. Ishte magjoritar, me kë ishe ti në garë? Ishin disa, biles kam kujtime shumë bukura, po më s'dua t'ju markohen, gjatë si deputet, unë kisha përballë kandidatin e Partisë Republikane, mikun tim, Maranglen Gjonaj, a ishte dekan në fakultetin teknik të Universitetit Tiranës, po. Dhe biles në Mirdit gjatë zgjedhjeve me pyesnin ç'mendime ke për profesor Maranglen, I thosha ai kam shumë mik. Ai ka lidhje në Tiranë dhe nëse doni një deputet që ta animoj më shumë Mirditën, votoni për ta. To që më shoqëronin fushatën, ti po bën fushat për atë apo për vete? Shumë bukur. Ishte, pra, edhe fushat. Dhe pastaj ju nga deputet, kush u tha që do bëheni kryetar I gjykatës? Kryetar gjykate. Kryetar gjykate, po, presidenti. Sali Berisha. Në fakt, po, ishte Nura Hoti, kryetar, nuk e di pse do Ada dorëheqje, nuk I di rrethanat, edhe me thret Berisha dhe Eduardi. Eduardi ishte kryetari I PD-s. Eduard Selami. Kemi menduar që të shkosh në gjykatën e kasacionit, gjykatat ka korrupsion, ka fillon. I thash, dëgja, është më mirë një tjetër, një gjyqtar, se unë jam I përzi në politikë dhe nuk është mirë që unë të shkoj atje. Edhe opozita do ketë të gjitha arsyet të më kundërshtojnë, sepse
jam deputet i PD-s, Po? por ka gjyqtar që biles unë propozova me emër disa nga gjykata e lartë pastaj. Kisha propozu atë që më vonë, po nuk do futemi në Po jo, na thuaj falsira. vetëm një emër. Jo, unë kisha propozu Avnishehun. Avnisheu që u bë pasaj. Po, dhe unë e pata që propozimin para se të me thrisnin mua, ishte periudha kur do emrohej, dhe unë isha kryetari Komisionit Ligje në atë periudhë dhe ishin mujtë e parë në PD që edhe me gjohej fjala edhe propozimet, por unë shkova i kisha një takim si pedagog në një konferencë në Strasburg për kriminalitetin e trinjve, do mbaja kisha bërë një studim, dhe kur kthehem, unë gjithë një sa zgjedh, ishte zgjedh Avniu kryetar, dhe biles kishte dalë në aeroport me më pritë, i themurime kryetar, tha jo, kanë ndryshuar komplet. Ishin ngritur ato nga Borrelli, nga Mati, deputetet e kishin kundërshtu. Pra, ato që e njihnin më shumë Avniun, zonë e tij nuk e kishin rrëzuar. Pastaj, pasi jam hequr, unë mani e ka emëruar. Po do me thënë, ti e more vesh kur zbrite nga avioni që ishe emëruar? Jo, po flas për kur erdha nga avioni, flas për emërimin e propozimit tim, Avnisheu që nuk ishte miratu. Po pasaj që ndodhi, si u miratua jotja? Ishte 92-shi, unë jam zgjedh pastaj në 93-shin. Po pra, cile ishte rrethana që u zgjodhët ty kryetar? Po, si që thash, me thret Eduardi dhe presidenti, pata një kundërshtim me ato arsye që i përmenda dhe tjera, në fund pranova, por e mbajmën si tani, tash po pranoj, por duhet me jep një fjallën që ju do mbështesni pavarësinë e gjyqësorit. Do mbështesni gjykatat, kanë shumë probleme, shumë nevoja dhe për investime, për salla gjyqësh, për to, por edhe për të respektu pavarësinë e gjyqësorit. Në qoftë se më jep një fjallën, po pranoj. Kuptohet që nga herë politikantë kanë shumë të lehtë me dhënë fjallën dhe me e shkel me gjitha mënyrët fjallën. Dhe ju filluat punën. Okej, foto tjetër që ta përzijim bisedën edhe me fotografi. Në fakt, këtu jeni në Washington, mos gaboj, përsëri me vajzën, bashkëshortën? Vajza, bashkëshortja dhe prindrit e Dianës. Prindrit e Dianës. I keni aty në Amerikë? Po, janë në Amerikë. Edhe ky është momenti... Baba i Dianës tani është 90, kaloj 90 vjeç, edhe nënë e saj të moshuar, po me probleme, po mirë, mbahet mirë. Shumë interesante. Foto tjetër? Tani këtu ju treguat diçka për familjen tuaj? Këtu është nëna juaj, mos gaboj? Këtu jam me motrën, nëna... A i vogli? Ky i vogli është, jam me vlajnë, një motër me nënën dhe 2 fëmijë. Ky djali është fëmija i mbesës, ndërsa vajza Alketa është fëmija e vlajt. Tani ju jeni me xhaket me këmish të bardhë? Në të djathtë. Po, në të djathtë. Me xhaket, po. Me këmish të bardhë. Ndërsa vlaj është në qoshe me trikë.